Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Prej vitesh e kam konsideruar veten njëri të qetë, të matur që di të mbaj balancë mes familjes, punës dhe marrëdhënieve. Nuk jam rritur me drama, as me histori të errta. Pikërisht për këtë arsye, ajo që ndodhi më tronditi më shumë se sa do të doja ta pranoja unë. Martesa ime ishte e re, por e ndërtuar mbi respekt. Gruaja ime vinte nga një familje e fortë, tradicionale në dukje, por me një dinamik të çuditshme brenda saj. Vjera ime ishte një grua që gjithmonë kishte dominuar ambientin. Fliste shumë, pyeste për gjithçka, dinte gjithmonë më mirë. Në fillim e mora si tipar karakteri, më vonë kuptova se ishte diçka më e thellë. Ajo periudhë kur mbeta vetëm në shtëpinë e saj nuk ishte planifikuar. Gruaja ime u detyrua të largohej për disa ditë për një çështje familjare. Unë vendosa të mos kthehesha në shtëpinë tonë sepse puna më mbante afër asaj zone. Mendova se do të ishin disa ditë normale, pak të mërzitshme, por pa asgjë të pazakontë. Që ditën e parë ndjeva një lloj tensioni të padukshëm. Jo diçka konkrete, më shumë ndjesi, vështrime që zgjasnin më shumë se ç'duhet, pyetje personale që nuk kishin lidhje me asgjë praktike, komente të tipit, ti je burr i pjekur, dia jote duket, ke një prani të fortë. Fjalë që veçmas nuk thon asgjë, por kur mblidhen krijojnë siklet. U përpoqja t'i injoroja. I thosha vetes se ndoshta po e teproja. Ndoshta ishte thjesht mënyra e saj për të komunikuar. Por trupi im nuk më gënjente. Çdo mbrëmje shkoja në dhomë me një ndjesi shqetësimi që nuk dija ta shpjegoja. Ngjarja ndodhi në një moment krejt të zakonshëm. Ishim ulur në kuzhinë, dritaret hapur, ora ishte tepër vonë. Po pinim kafe dhe po flisnim për gjëra të zakonshme, për punën time, njerëzit, jetën. Pastaj, papritur, biseda mori një kthes që nuk e prisja dhe nuk e imagjinoja kurrë. Pyetja që më bëri nuk ishte vend, as kohë dhe as lidhje me asgjë. Nuk ishte thënë me të qeshur, as me nervozizëm. Ishte një e thënë e ftohtë, e drejtë për drejtë, sikur po pyeste diçka krejt normale. Në atë çast më pushtoi një ndjenjë turpi që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Jo sepse më ofendoi, por sepse u ndjeva i futur në një situatë që nuk e kisha zgjedhur unë. Heshta për disa sekonda që më duken si minuta. Mendja më punonte me shpejtësi. Çfarë po ndodh? Apo e kuptoj un gabim? A duhet të reagoj? A duhet të largohem? Pastaj e gjeta zërin brenda meje. I thash qartë se ajo pyetje ishte e papranueshme dhe se në fund ditës vjerës time nuk ka pse të interesoj sa të madh e kam unë. Aty kuptova se ajo dinte shumë mirë çfarë po bënte. Pas asaj mbrëmje gjithçka ndryshoi. Shtëpia u bë më e rëndë, ajri dukej më i trash. Çdo lëvizje ime ishte e matur, çdo takim i shkurtër, çdo fjalë e kontrolluar. Por nuk isha më i qetë. Netët i kaloja pa gjumë, duke menduar nëse duhet t'ia tregoja gruas time. Kisha shumë frikë. Frikë se mos më keq kuptonte. Frikë se mos mendonte që unë po e egzagjeroja. Frikë se mos e lëndoja. Por më shumë se gjithçka, kisha frikë të heshtja. Heshtja do të thoshte të pranoja diçka që nuk ishte në rregull. Kur më në fund i fola, e bëra pa dramatizëm. I tregova saktë çfarë ndodhi, pa shtuar, pa hequr. Ajo më dëgjoi me qetësi, por syt i ndryshuan. Nuk u habit. Kjo gjë më tronditi. Më tha se nuk ishte hera e parë që nëna e saj kishte kaluar kufi verbal. Gjithmonë kishte pasur një mënyrë të çuditshme për të dominuar dhe për të provokuar. Aty kuptova se problemi nuk ishte imi, por më kishte përfshirë mua. Sot marrëdhënia ime me Vjerën është e distancuar, e respektueshme, por e ftohtë. Kufijt janë shumë të qartë. Nuk rri më vetëm me të, nuk lejoj biseda personale dhe mbi të gjitha nuk hesht më për gjëra që më bëjnë të ndihem keq. Kjo histori nuk ka skandal, nuk ka tituj, por ka një mësim që më kushtoi shumë. Jo çdo shkelje vjen me prekje, disa vinë me fjalë. Dhe ndonjëherë
Gjëja më e vështirë nuk është të përballesh me të tjerët, por të pranosh se ke të drejtë të mbrosh veten edhe kur situata është krejt e pakëndshme. Prej vitesh e kam konsideruar veten njëri të qetë, të matur, që di të mbaj balancë mes familjes, punës dhe marrëdhënieve. Nuk jam rritur me drama, as me histori të errta. Pikërisht për këtë arsye, ajo që ndodhi më tronditi më shumë se sa do të doja ta pranoja unë. Martesa ime ishte e re, por e ndërtuar mbi respekt. Gruaja ime vinte nga një familje e fortë, tradicionale në dukje, por me një dinamik të çuditshme brenda saj. Vjera ime ishte një grua që gjithmonë kishte dominuar ambientin. Fliste shumë, pyeste për gjithçka, dinte gjithmonë më mirë. Në fillim e mora si tipar karakteri, më vonë kuptova se ishte diçka më e thellë. Ajo periudhë kur mbeta vetëm në shtëpinë e saj nuk ishte planifikuar. Gruaja ime u detyrua të largohej për disa ditë për një çështje familjare. Unë vendosa të mos kthehesha në shtëpinë tonë sepse puna më mbante afër asaj zone. Mendova se do të ishin disa ditë normale, pak të mërzitshme, por pa asgjë të pazakontë. Që ditën e parë ndjeva një lloj tensioni të padukshëm. Jo diçka konkrete, më shumë ndjesi, vështrime që zgjasnin më shumë se ç'duhet, pyetje personale që nuk kishin lidhje me asgjë praktike, komente të tipit, ti e burri pjekur, dia jote duket, ke një prani të fortë. Fjalë që veçmas nuk thon asgjë, por kur mblidhen krijojnë siklet. U përpoqja t'i injoroja, i thosha vetes se ndoshta po e teproja. Ndoshta ishte thjesht mënyra e saj për të komunikuar. Por trupi im nuk më gënjente. Çdo mbrëmje shkoja në dhomë me një ndjesi shqetësimi që nuk dija ta shpjegoja. Ngjarja ndodhi në një moment krejt të zakonshëm. Ishim ulur në kuzhinë, dritaret hapur, ora ishte tepër vonë. Po pinim kafe dhe po flisnim për gjëra të zakonshme, për punën time, njerëzit, jetën. Pastaj, papritur, biseda mori një kthes që nuk e prisja dhe nuk e imagjinoja kurrë. Pyetja që më bëri nuk ishte vend, as kohë dhe as lidhje me asgjë. Nuk ishte thënë me të qeshur, as me nervozizëm. Ishte një e thënë e ftohtë, e drejtë për drejtë, sikur po pyeste diçka krejt normale. Në atë çast më pushtoi një ndjenjë turpi që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Jo sepse më ofendoi, por sepse u ndjeva i futur në një situatë që nuk e kisha zgjedhur unë. Heshta për disa sekonda që më duken si minuta. Mendja më punonte me shpejtësi. Çfarë po ndodh? Apo e kuptoj unë gabim? A duhet të reagoj? A duhet të largohem? Pastaj e gjeta zërin brenda meje. I thash qartë se ajo pyetje ishte e papranueshme dhe se në fund ditës vjerës time nuk ka pse t'i interesoj sa të madh e kam unë. Aty kuptova se ajo dinte shumë mirë çfarë po bënte. Pas asaj mbrëmje gjithçka ndryshoi. Shtëpia u bë më e rëndë, ajri dukej më i trash. Çdo lëvizje ime ishte e matur, çdo takim i shkurtër, çdo fjalë e kontrolluar. Por nuk isha më i qetë. Netët i kaloja pa gjumë, duke menduar nëse duhet t'ia tregoja gruas time. Kisha shumë frikë se mos më keq kuptonte, frikë se mos mendonte që unë po e egzagjeroja, frikë se mos e lëndoja. Por më shumë se gjithçka, kisha frikë të heshtja. Heshtja do të thoshte të pranoja diçka që nuk ishte në rregull. Kur më në fund i fola, e bëra pa dramatizëm. I tregova saktë çfarë ndodhi